Të radhës, Esselamu alaikum, kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Kur thuhet se lejohet bashkimi namazeve dhe kur jeni në shtëpi, ndërkohë që kemi ajetin kuranor në surën En-Nisa, ajetin 103, namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar, si i shpjegohet kjo? Allahu shpërbleft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thot Allah subhanahu wa taala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi për muslimant është në kohët e përcaktuara. Hadithin të cilën transmetohet nga Ibn Abbas, hadithi është sahih, ka thonë ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi fal namazin e bashkuar drekën me kindi ose akşamën me yaci pa asnjë arsye. Që do të thonë se bashkimi i drekës me kindi është në kohën e caktuar. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi për besimtarët është në kohë të caktuar, edhe bashkimi i namazeve bën pjesë të kohës së caktuar. Kur lejohet me bashku drekën e kindije, njacia? Jo. Kohën dreka derisa përfundohet i kindija. Kur lejohet me bashku akşamën me yaci në sabah? Jo. Në kohën kur hin akşamit deri në kohën kur del yacia. Dhe aja që është më e sakta prej mendimeve të bashkimi është me lënë drekën deri te funi kohës vet, edhe me fal drekën edhe kindijën tani më herë. Kjo është më e mira. Edhe me lënë akşamin deri te përfundimi i kohës edhe me bashku me yacin, kjo më e mira. Por lejohet me bashku drekën me kindin kohë drekës. Lejohet me bashku drekën me kindi kohë kindijës. Lejohet me bashku drekën akşamin me yacin kohë akşamit. Lejohet me bashku akşamën me yacin në fund kohës së yacis. Domethënë të dyja çto periudha kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, bën pjesë të koha e përcaktuar për namaze. Wallahu a'lam.